ose themi fundi i kësaj krize. Shpresojmë mos të ndodhë, shpresojmë mos të zgjasë në radhë parë ky luftë, por nga ana tjetër ajo çfarë kërkohet aktualisht është pikërisht që qeveria duhet të fillojë të reflektojë dhe të bëjë, të themi, lëvizjet e saj në radhë parë për të qetësuar në efektin psikologjik tek njerëzit dhe tek biznesi. Për ta kuptuar një valë re inflacioni, duke marrë parasysh që familjet shqiptare një pjesë të madhe të buxhetit për llogaritë deri në 60% në mos gaboj, e shpenzojnë për të ushqyer edhe për nevojat bazë, si do të ndikohej shtresa e mesme në Shqipëri? Shtresa mesme, unë ju thash para vetëm me 24% që ju kishit llogaritur, është një marshë që asnjë familje jo garantoj dhe ekonomia në vetvete dhe biznesi nuk arrin do ta përballoj. Pra nuk kemi ne një sistem të tillë social, ekonomik, qëndrueshmëri që thot zotëri në fund të ditës është qeveria që ty të mbron, është qeveria që ty të mban, është qeveria që në farë mënyrë të krijon edhe të paktën kushtet primare dhe të nevojshme që ka një familje, një biznes. Për fat të keq është e brisht në vetvete dhe ekonomia dhe buxheti i shtetit për ta bërë një gjë të tillë. Atëherë, transparenca, pikërisht interlokimi, dialogu me grupet e interesit, duke bërë detyrën e tyre dhe institucionet përkatëse për të monitoruar tregun, çmimet dhe gjitha gjërat e tjera, të mund të përballohet dhe të mund të shkohet përpara. Dorina, si e shikon shtresa e mesme në këtë situatë? Po me goditur ajo do jetë shtresa e mesme. Shtresa dhe shtresa të nevojë. Pastaj do përfundojmë si me luftën e Ukrainës, ku ngrit bordi dhe kontrollonte ushqimet për orizin kokër gjatë, që ato se konsumon asnjëri, sepse duhej kontrolluar ai çmim, do përfundojnë njerëzit, do arrin do blejnë, konsumatori do blejë orizin me 90 lek kilogrami. Ajo do të jetë me goditura, do reduktoj mjaft shpenzime, do bazohet tek blerja e ushqimeve, produkteve bazë. Kjo do jetë fokusi. Edhe pensionistët pastaj kanë pensionistët pastaj aja mbeten shtresa me goditur. Ata do jetë pothuajse do jetë ata dhe tani nuk e përballojnë dot jetesën, do jetë e papërballueshme dhe gjithmonë do varen nga familjarët, nga fëmijët ose fëmijët kur i kanë emigracion, nga remitancat e tyre. Kjo do jetë zgjidhje si gjithmonë. Prandaj ne gjatë diskutimit e vëmë theksin që duhet të mendohen masa, nëse kjo do vazhdojë, do përshkallëzohet, efektet pritet të jenë më të mëdha, ekspertët parashikojnë të jetë më të mëdha se lufta e Ukrainës, duhet të jenë masa konkrete, solide, më të prekshme dhe më efikase. Pra jo të mjaftojmë me një bord që do na mbikëqyr këtë rritjen e çmimeve dhe gjëra të këtij lloji. Me rritjen e kostove që do të kenë edhe bizneset tashmë, dhe rënja e kreditimit nga banka, se ne e përmendëm pak më që kredit do kenë një tkurrje. Çfarë efektesh mund të ketë? Në rast të parë, në qoftë se do preken biznesi, do shkurtohen vendet e punës. Pra lidhem me atë që tha, nuk do papunësia, nuk do arrin dot të mbajnë një numër të caktuar që kanë punonjësish. Dhe këtu problem do mbetet e bizneset e mëdha që bëjnë pjesën më të madhe të punësuarve, zen këto biznese. Do jetë problem shkurtimi i vendeve të punës. Shpresojmë që mos arrim në këtë situatë, pasi siç e theksuam dhe këtu, ka treguar në të kaluarin që qeveria nuk është se ka marrë masa subvencionuese, të jap subvencione për situata të ngjashme, siç ka ndodhur edhe në Amerikë që subvencionoheshin blerja e ushqimeve apo shërbimet. Nuk kemi parë, nuk ka ndodhur. Kështu që duhet parë më me kujdes situata në vijim, nëse do të kemi efekte të